Kjo javë shënon javën olimpike, e cila është e mbushur me aktivitete të shumta nga Komiteti Olimpik i Kosovës. Për duke filluar për ngjarjet kryesore me aktivitetet me fëmijë të kopshteve e deri tek vrapimi olimpik, ecje të organizuara dhe shumë ngjarje të tjera. Në studio do të flasim bashkë me Djelza Kelmendin, e cila është koordinatore e vlerave olimpike në KOK, e që i them mirë se erdhe dhe mirëmëngjesi Djelza. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty për kohën, se keni një javë goxha të angazhuar edhe me aktivitete të ndryshme. Do të flasim pak për këtë javë javën e olimpike të vitit 2025, e cila është shumë e rëndësishme për Kosovën, por edhe për vendet e tjera. Është java olimpike e vitit 2025, ku Komiteti Olimpik i Kosovës së bashku me komisionin i cili është për ditën olimpike ka organizu javën olimpike nga data 16 qershor deri me datën 22 qershor. Një javë për plot aktivitete kulturore, edukative dhe sportive, ku nga data 16 qershor kemi filluar me konferencën të cilën e kemi organizuar në Komitetin Olimpik Kosovës, ku presidenti i Lëvizjes Olimpike së bashku me kryetarin e këtij komisioni dhe zyrtarin për media ka prezentuar programin e kësaj jave para audiencës. Pastaj kemi vazhduar me aktivitetet në kopshte publike dhe private, ku fëmijët e moshës 3 deri në 6 vjeçar realizojnë aktivitete. Këtu i kemi veç përpara ngjyrosjen me disa nga simbolet olimpike. Janë këto që i kam dorë? Flasim për simbolet olimpike, aty i kemi rrathët olimpik, janë simboli më unik i lëvizjes olimpike, i cili në vitin 1914 është prezentuar nga Baron Pierre de Coubertin, është themeluesi vizionar i lojrave olimpike dhe një pjesë të simboleve olimpike, e deri në vitin 1920, deri në lojrat olimpike të Antwerpit, nuk kanë mujtë mu prezentu së bashku edhe me flamurin olimpik. Përndryshe, këta radhë përfaqësojnë bashkimin e 5 kontinenteve të botës, ku atletët nga mbar bota marrin pjesë në lojrat olimpike, janë simboli më unik, më i veçantë i lëvizjes olimpike, ku ka motivuar sportistë nga ana e mbar bota. Pastaj kemi vazhduar, edhe këtu i kemi, është medalja olimpike, prezentojmë edhe të fëmijët, edhe informojmë për rolin dhe rëndësinë e medaljes olimpike. E kur jemi te medaljet olimpike, na kemi fat se kemi suksese pikrisht në lojrat olimpike verore, i kemi 5 kampione olimpike, ku para fëmijëve dhe ciklit ult, edhe fëmijëve para fillor, i prezentojmë rezultatet, fillimisht prezentojmë pjesëmarrjen e Kosovës në lojra olimpike, edhe prezentojmë kampionet tona olimpike. Pastaj i kemi vizatimet ku i përfshim mundohemi më tregu cilat janë sportet olimpike. Këtë vit në lojrat olimpike, vitin e kaluar në lojrat olimpike të Parisit kanë qenë 32 sporte, edhe mundohemi pak a shumë fëmijëve më tregu cilat janë sportet olimpike. Edhe kemi pishtarin olimpik pas. Edhe e fundit, a? Po, është pishtari olimpik, i cili gjithashtu është pjesë e ceremonisë së lojrave olimpike. Këto janë disa nga simbolet olimpike që i prezentojmë te kopshtet publike dhe private. Këtë vit kemi qenë edhe vazhdojmë me vazhdu aktivitetin të Komuna Prishtinës dhe Komuna Fushë Kosovës. Pastaj e kemi vizitën nga Akademia Olimpike e Kosovës në institucionet arsimore. Veç me datën 16 kemi qenë në qytetin e Prishtinës në shkollën Dardania. Pastaj kemi vizitu edhe qytetin e Mitrovicës dhe kemi vizitu qytetin e Obiliqit. Kemi një prezentim i cili ka përmbajtjen komplet për misionin, vizionin e lëvizjes olimpike. Pastaj kemi historinë e lojrave olimpike, prezentojmë simbolet olimpike, prezentojmë 3 vlera thelbësore të olimpizmit, të cilat janë miqësia, respekti, përsosmëria, flasim për rezultatet tona të shtetit Kosovës, pjesëmarrjes së lojrave olimpike, po gjithashtu flasim edhe për aktivitetet e Komitetit Olimpik, roli, misioni i lëvizjes olimpike, edhe historinë të cilën veç e përmena. Pastaj nesër jemi gjithashtu në qytete tjera, të cilat vazhdojmë këtë prezentim. Jemi në qytetin e Gjilanit, jemi në qytetin e Ferizajit dhe jemi në qytetin e Prizrenit. Pastaj e kemi gjithashtu nesër duhet me veçu që e kemi turneun
e futbollit, të cilën e organizon Komiteti Olimpik për të festuar ditën olimpike. I kemi mbi 10 ekipe të cilët do të marrin pjesë në stadionin Rami Sadiku. Ekipet i kemi edhe nga institucionet shtetërore, e kemi ekipin nga Departamenti i Institucionit Ministrisë Rinjës, Kulturës dhe Sportit, kemi ekipin gjithashtu nga Komuna e Prishtinës, këtë vit për herë të parë kemi Ambasadën e Amerikës, e kemi ekipin e sponsorit ton kryesor Bankën Kombëtare, e kemi ekipin e FSK-s, e kemi ekipin e policisë, ekipin e veteranëve, edhe e kemi ekipe tjera të cilat janë pikërisht nga federatat sportive. Pastaj ditën e ajte gjithashtu vazhdojmë me aktivitetin tjetër të radhës, është për herë të parë turneu i padellit, i cili do të realizohet nga ora 10 të mëngjesit në magjistralën Prishtinë-Ferizaj, të rjethi i Marigonës, edhe dita e premte është dita ku organizohet dita olimpike. Dita olimpike këtë vit organizohet në sheshin Skënderbeu përballë teatrit kombëtar, ka një program kulturor ku mbi 1000 fëmijë të qytetit të Prishtinës do të marrin pjesë në ditën olimpike. Ky program fillon me ceremonitë hapjes, e kemi pikën kulturore ku Kori Okarina do të performojë me 2 pika, pastaj e kemi asamblin Bajram Curi gjithashtu që do të performojë edhe ai me 2 pika, edhe pastaj realizojmë vrapimin olimpik. Pasi që të realizojmë vrapimin olimpik, e kemi edhe pjesën ku fëmijët kanë mundësi edhe me provu sportin e atletikës dhe gjithashtu e kemi Play International. Po paralelisht, gjatë gjithë kësaj jave, çdo ditë 5 komuna organizojnë dhe festojnë ditën olimpike. Në tonë, çdo qytet jemi të përfshirë për me festuar misionin, vizionin e lëvizjes olimpike ndërkombëtare. Dita 21 është gjithashtu aktiviteti tjetër i radhës me Federatën e Sportit Universitar, ku studentët e institucione publike dhe private të larta do të realizojnë në hecje në Shallë të Bajgorës, edhe dita e diele është dita ku përmbyllet java olimpike, edhe për këtë ditë jemi së bashku me Federatën Adriatikës në qytetin e Suarekës, ku do të realizojmë disa fluturime së bashku me trajnerë të cilët janë pikërisht të certifikuar për këtë sport. Kjo është pak a shumë një javë me një program bukur shumë të ngjeshur. Duhet të falendëru komisionin për një punë shkëlqyeshme që ka bërë pothuajse mbi një muaj e gjys, po gjithashtu duhet të falendëruar edhe federatat të cilat ju kanë bashkuar kësaj jave. Është një javë goxha e ngarkuar, një punë e palotshme po besoj edhe e kokut dhe gjithë anëtarëve që merreni me organizime të tilla, edhe që i sillni tek publiku këto organizime që mezi presim edhe me i pa. Po sa ka qenë vështirë për me i bë këto organizime, edhe a janë gjithmonë komuna të gatshme të jenë bashkëpunuese për këtë javë? Po, e ceka veç me herët është një proces kogja i gjatë që gjithë shka planifikohet shumë më herët, sepse është një prej aktivitete më të rëndësishme të cilën e kemi si lëvizje olimpike, se 23 qershori është pikërisht dita ku edhe festohet themelimi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar në vitin 1894. Dhe gjithashtu festohet edhe misioni i lëvizjes olimpike, i cili është edukimi i gjeneratave të reja ose edukimi i një bote nëpërmjet sportit. Kur jemi te i gjithë ky aktivitet, normalisht e kisha cekë që pothuajse që 4 vite 3.000 deri 5.000 fëmijë janë ata të cilët marrin pjesë në javën olimpike. Edhe këtë vit i kemi mbi 4 fëmijë të cilët marrin pjesë në javën olimpike. Sa i përket bashkëpunimit, e kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Na jemi edhe me komunat, për gjithashtu edhe me Federatën e Sportit Shkollor, ku na ka mundsuar që me qenë të praneshëm pothuajse në gjitha këto 26 komuna. Edhe pikërisht me profesorët e kulturës fizike e kemi një bashkëpunim shumë të mirë, që kjo javë edhe mu realizu, po gjithashtu këta fëmijë mu familiarizu dhe mu njoftu me vlerat olimpike, me misionin, vizionin edhe me simbolet olimpike. Janë pikërisht këto që i kemi në tavolinë që do t'i veshin fëmijët? Po janë majicat të cilat mbi 4 fëmijë i veshin, dhe gjithashtu i kemi të prezentuar edhe medalet olimpike, e ceka pak a shumë edhe me herët të vizitat të cilat i realizojmë në institucionet arsimore, kemi dëshirë me prezentu edhe rezultatet të cilat i kemi në si shtet, edhe pse gjeneratat e reja, pse fëmijët tanë duhet në një të ardhmë të afërt me qenë pjesë e sportit, pikërisht edhe kjo javë e ka motën
e janë i televizëm, Let's Move, ku është e fokusuar në 3 shtylla, lëviz, mësë dhe zbulë. Sa më shumë të merremi me sport dhe me aktivitete fizike, pikërisht kjo javë është java e cila është për vetëdijsimin dhe informimin komplet të misionit, vizionit të lëvizjes olimpike ndërkombëtare, edhe zbulu është mi zbulu sportet, marrë sa më shumë me sporte. Edhe diçka e kisha cekë që për herë të parë kjo ditë është festuar me 23 qershor në vitin 1948, pikërisht në shtete kanë qenë ato që e kanë festuar këtë ditë, ndërsa në vitin 1978 në kartën olimpike, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e vendos si kriter dhe propozon të gjitha institucionet ose të gjitha anëtarët të cilët janë pjesë e lëvizjes olimpike, të gjitha komitetet olimpike nga kjo datë të fillojnë dhe të festojnë rregullisht ditën olimpike. Pikërisht në këtë vit 45 komitete olimpike kombëtare festojnë ditën olimpike. Në vitin 1990 shtohet pjesa ku do të ketë një javë për plot aktivitete kulturore, edukative dhe sportive, ndërsa në vitin 2025 i kemi mbi 166 komitete olimpike të cilat festojnë të njëjtin mision të lëvizjes olimpike. Wow, më rëslënse. Kur po flasim për fëmijët, djelza dhe përthu që sa e rëndësishme është me u marrë me sport çdo fëmijë, që shëndron Kosova sa i përket sportit tek fëmijët? Mendoj që bëhet një punë shumë e mirë. Na jemi lëvizja olimpike edhe për funi lëvizjes olimpike i kemi gjitha federatat sportive. Dhe sot është një angazhim shumë i madh edhe nga federatat sportive, po gjithashtu edhe klubet. Normalisht sot ka ndryshuar edhe qasja, sepse kemi një bashkëpunim, po kemi edhe një përkajë shumë më të mirë nga gjitha institucionet shtetërore. Sot ka edhe programe shumë të mira që ka filluar edhe shteti të zbatojë ato programe, po gjithashtu edhe ne si institucioni kemi programet bukur të mira të cilat me fokus të veçantë i kemi për promovim të sportit dhe pikërisht inkurajim të fëmijëve më marrë me sport. Ju vetë keni një bagazh të madh akademik për sportin, qysh në moshën 9 vjeçare keni fillu me u marrë me sport? Po, në moshën 9 vjeçare kom fillu me marrë me sport, kom fillu me sportin e tenisit 4 vite, pastaj kom vazhdu me sportin e basketbollit, mbi 10 vite kom qenë në klubin KB Universiteti, kom pas nderin me përfaqësu shtetin edhe nga gara ndërkombëtare në ligën trokall. Gjithashtu kom pas fatin edhe më zgjedh ndër sportistët më të mira, 50 më të mira në Kosovë. Pastaj mbasi që kam përfunduar karrierën si sportiste, kam vazhdu zhvillimin tim, kam përfunduar studimet bachelor në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, gjithashtu kam bërë master dhe kam përfunduar studimet e doktoratës, po gjithashtu kam pas fatin se i kam mbi 11 vite që kam punu në institucionet e larta arsimore, Kolegjin AB, Universitetin e Prishtinës, Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Kolegjin Universi, edhe gjithashtu gëzoj një eksperiencë edhe në institucione sportive, kom qenë 4 vite nënkryetare në Federatën e Sportit Universitar, gjithashtu kom qenë një vit kryetare kësaj federate, themeluese, edhe kemi promovuar dhe kemi themeluar edhe ligat, edhe kemi promovuar sportin universitar në vend, për gjithashtu edhe pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Gjithashtu kom qenë 4 vite në Federatën e handbollit pjesë e Këshillit, edhe tash e 4 vite jam pjesë e lëvizjes olimpike, jam pjesë e Akademisë Olimpike të Kosovës, është departament i cili është themeluar në vitin 2021 me propozim të presidentit, sekretarit dhe aprovim të bordit të asaj kohe. Misioni dhe vizioni i lëvizjes olimpike është promovimi i vlerave olimpike, shpirtit olimpik, si dhe ofrimi i standardeve të larta arsimore, duke ofruar profesionalist në fushën e sportit. Me njëherë pas pranimit faktikisht si institucion ose si departament, jemi bo pjesë e 2 instanca më të rëndësishme ndërkombëtare, jemi bo pjesë e Komitetit Akademisë Olimpike ndërkombëtare, ku çdo vit organizojmë programe tepër të rëndësishme, ku ne si institucion hapim thirrjen çdo vit për dërgimin e studentëve në programet të cilat janë Young Olympic Ambassador, edhe postgraduate student, po gjithashtu dhe ne si akademi jemi pjesë e sesioneve të komiteteve dhe akademisë, edhe gjithashtu jemi bo pjesë e Akademisë Olimpike të Evropës, ku çdo vjet marrim pjesë në kongres, asamble, e kur jemi te Akademia Olimpike e Evropës në vitin 2024 me ftesë
presidentit jam bo antare e Komisionit të Edukimit Olimpik, edhe për 4 vite jam pjesë e këtij komisioni, ku së bashku me akademi tjera të cilët jemi pjesë e këtij komisioni. Në këtë vit, faktikisht në asamblen e radhës cila do të mbahet në tetor, kemi propozuar të fillojmë me një projekt të përbashkët, i cili është kryesisht me fëmijët të cilët veç i përmendu më herët, edhe është për edukimin olimpik. Uroj që edhe ne si shtet të fillojmë që prej vitit ardhshëm të kemi edukimin olimpik në për institucionet arsimore. Edhe diçka e kisha veçu që akademia merret me pjesën e edukimit, i kemi nivelet e arsimimit të administratorëve, i kemi nivelet e arsimimit të trajnerëve dhe referëve, i kemi nivelet e arsimit të cilat do t'i organizojmë për edukimin olimpik, i kemi gjithashtu festimin e datave të rëndësishme, kjo siç është dita olimpike, java olimpike, i kemi gjithashtu festimin e ditëve të rëndësishme të sportit, të cilat janë dita ndërkombëtare e sportit dhe paqes, dita ndërkombëtare e sportit dhe mjedisit, javën evropiane edhe dita ndërkombëtare e sportit universitar, po gjithashtu e kisha përmend Akademia Olimpike e Kosovës nga viti 2024 ofron studime të rregullta në programin trajner sportiv, i cili është i nivelit të 5 sipas kornizës kombëtare të kualifikimit. Është program me kohëzgjatje 1 vjeçare, e shpërndarë në 2 semestrat, veç kemi fillu me gjeneratën e parë tetori në vitit të kaluar, tash veç ka përfunduar semestri 2, i ka gjithsej 14.000 module, 360 orë janë ligjerata teorike, 260 orë janë ligjerata praktike dhe 100 orë janë ligjerata apo internship në klubin sportiv. Programi ka filluar shumë mirë, edhe veç gjenerata parëve që përfundon, me njëherë në muajin korrik hapëm thirrjen për gjeneratën tjetër. Mendoj që ka qenë një program tepër i rëndësishëm, se të kemi edhe me ligj sportit kriter, që të kemi institucione të tilla që ofrojnë për trajner. Dim shumë mirë se roli i trajnerit është rol krucial. Sot nuk mundemi me pas identifikim talentëve, zhvillim të sportit dhe mundemi me pas sportistë elitar nëse nuk kemi trajner të edukuar dhe trajner të licencuar. Tjelza, përmenda që qysh në moshën 9 vjeçare ke fillu me sport me umarë, ndoshta më unajlë tek një pikë se qysh ndihmon sporti njeriu me u formu si në karakter ashtu dhe profesionalisht. Ti përmenda gjitha këto arritje që je pas deri tash si sportiste edhe në profesionin tënd. Sa të kanë ndihmu ty sporti, tenisi, basketbolli, me qenë ndoshta më kritike për veten, me i pas gjitha këto arritje edhe po besoj që ndoshta më me përpikshmëri. Përfitimet janë të shumta, sot edhe shkencarisht i kemi të vërtetuara përfitimet edhe në aspektin shëndetësor, po edhe në aspektin social. Mendoj sporti i kultivon vlerat të cilat janë tepër të rëndësishme edhe pasi të përfundon sportin. Po i përmendi vlerat të cilat janë përsosshmëria, pjesëmarrja në sport është tepër e rëndësishme, po momentin që merres me sport synon me qenë çdo herë më i mirë e më i mirë. E duke synuar me qenë çdo herë më i mirë, normalisht i krijon, i kultivon ato vlera që bëhesh më i mirë. Pastaj kemi vlerën tjetër e cila pikërisht ta kultivon sporti është miqësia. Më thonë, sporti është pikërisht ajo ura lidhse që kombe të tëlla ka bashkuar, gjithashtu fëmijët që merren me sport miqësohen. Pastaj kemi vlerën tjetër e cila është respekti. Respekt duhet kemi për veten, respekt për kundërshtarin, respekt për lojën, respekt për rregullat dhe respekt për ambientin. Gjithashtu është vlerë tjetër e cila kultivohet prej pjesëmarrjes sport. Pastaj kemi unitetin, tolerancën. Mendoj që përfitimet janë të shumta. Uroj që sot çdo i ri dhe e reja të merret me sport, jo vetëm në aspektin profesional, po edhe në aspektin rekreativ. Ta shprehim gjitha këto të mira përveç shëndetit fizik që e dim që ta sjell sporti, me i pas gjitha këto të mira dhe me të formu si njeri sporti. Djelza, faleminderit shumë për këtë informacione që na solle sot, gjithashtu ne po ju urojmë shumë suksese në këtë javë që keni plot angazhime. Edhe po urojmë që Kosovën gjithmonë kemi pas sa më nalt e nalt, se gjithmonë na ka bërë krenar sa i përket Komitetit Olimpik shteti jonë. Faleminderit edhe ne, kënaqësi që isha në emision.